Përshëndetje dhe mirë se vini në Rock Hill Community TV me Noli Show. Noli TV është me të vërtet kënaqësi e madhe. Gjithmonë kur kam njerëz pranë me, sidomos se I kam edhe ikonat e muzikës shqiptare, me të vërtet sot po njihem aq I lumtur dhe aq krenar që e kam edhe një ndër artistat më të mëdhej, Arjan Kërlion, rock music. Faleminderit Noli, është kënaqësia ime që jam këtu. Faleminderit për thirrjen që na e bëne. Shpresojmë të kalojmë çaste të bukura. Besoj që kemi kalu aq bukur sepse unë të njoh me vite të tëra, e di që ju vini nga Maqedonia, I lindur në Tibër jeni, edhe ju keni filluar karrierën qysh në moshën 14 vjeçare, keni filluar në muzikë, dhe si ka filluar farë. 14 ka qenë moshë kur unë kam bërë incizimin tim të parë për Radio Shkupin në atë kohë, në produksionin e Musa Piperkut, një kompozitor shumë I shquar, shumë I respektuar. Edhe ajo ishte aktiviteti im I parë në kuptimin e incizimeve në studio që e bërë. Pastaj vazhdoi dal me... Si kanë qenë ato mramjet e atëhershme kur ke qenë Maqedonisja në atë moshën rinore, a u mbajshin atje? U mbajshin vallëzime I qushim neve. Vallëzime, dhe unë gjithmonë kam qenë solisti I orkestrit. Unë ishim më I riu, po tjerët ishin më të mëdhej se unë nga mosha. Edhe grupi I parë ishte quheshin Ilirët nga Shkupi. Edhe shkonim në vende të ndryshme, kishim një lokacion për shembull në Shkup ku mbajshim vallëzime çdo të diellën në mbrëmje. Dhe ishin të goxha të vizituara nga rinia e Shkupit. Edhe atëherë, ju si 19 vjeçar, erdhët në Shtetet Bashkuara të Amerikës, qëndruat pak, u kthyet, erdhët, si është puna? Erdha në Amerikë, kur I kisha 18 vende, pa I mbushur 19. Edhe këtu në fillim pa kur fare ambicie që unë do merrem me muzikë, sidomos pa kur fare ambicie që unë do arri që të kem bendin tim në Amerikë me emra të shquar të muzikës atëherë të New Yorkut, por ndodhin sendet edhe Zoti I ndërsjell momentet ashtu si duhet. Ishte, si thash më parë, nuk erdha me ndonjë ambicie që në merr me muzikë, po dal nga dal, duke u njoftuar me njerëz, lëvizeshin copat edhe u bë një kolazh shumë I bukur muzikor, flas në të jetës time muzikore, edhe kështu që 76-ën unë ende pa I mbush 24 vjet, unë kisha bendin tim, I cili ishte me 14 muzikant të shquar, unë bëjsha vetëm këndim, vetëm solo këndimin, që quhej Arjan edhe Funky Family. Atëherë ajo zgjati duke shëtit në gjithë Amerikën veriore dhe jugore, neve arritëm edhe në Evropë, në Luksemburg, në Brisel, në Belgjik. Pastaj arritëm deri në Teheran, 1977 në kohën, në 8 muaj para se të ndërrohet sistemi atëherë I shahut, neve ishim atje dhe qëndruam 14 javë kemi qëndruar në klubin më të bukur, që quhet Shekufeh në Teheran. Edhe pa të momentet më të bukura të jetës ndoshta. Edhe më pëlqeu më shumë se ne kishim shëtit tanë botën, deri në Brazil, deri në Rio de Janeiro, për Amerikën mos flasim, në çdo qytet pothuajse. Edhe në fund Teherani na pëlqeu për te mase. Siç po pastaj u shndrua çdo gjë 8 muaj më vonë, masi neve u largu u kthyem, erdhi Homini edhe unë të shndrua në një sistem tjetër. Atëherë do të pyes dashuria jote, ju që jeni edhe bashorti I sopranës, Dëshira Ahmetit, e cila është një sopranë shumë me emër të madh, e cila ka punuar me shumë artista të njohur, sidomos ajo gjithmonë ka qenë në krahun e Invamulës, që edhe sot është sot e kësaj dite. Si lindja dashuria me ta, lutem, se kjo po na intereson më shumë ti. Dëshira ishte një vajzë që e kreu
licen e muzikës për artet e bukura, sole këndimin në klasën e nanës të Inva Mulës, Nina Mulës. Edhe erdhi në Shkup, ishte e punësuar në fillimisht në radio televizionin të Shkupit. Ishte redaktore për emisionet të muzikës serioze, muzikës klasike. Unë njoftuam në eventet të ndryshme, në koncertet të ndryshme, unë njoftuam, neve ishim dibrane, njifshim njëni tjetrin, pa dyshim, edhe atëhere ajo vazhdoj u punësua si soliste në operën shtetnore të Republikës të Macedonisë. Neve u njoftuam, filloi spontanisht, filloi, si me thënë, pa ndonjë plan a prior të asaj, por ndodhi ajo që ndodhi, edhe unë duke të u njoftu me dëshirën, u dashurova në dëshirën po se po edhe në muzikën klasike, që nuk e linja koncert të dëshirës pa e vizituar. Natyrisht gjithmonë pra në saj. Dëshira ishte ajo edhe që me detyroj se unë në 2013 nuk ktheva në Shkup edhe nuk ardha në Amerikë plot 30 vjetë. Pastaj dëshira ishte ajo që me inicoi ardhjen tonë në Amerikë. Atëherë ju keni edhe një vajzë të mrekullueshme, me qenë se dhe aja ka një moshë, sa vjeçare është vajza? Deja 16 do i mbush edhe një di muaj. që po më duket se dhe ajo po e ndjek rrugën e juaj. Ajo është një vajzë mrekullueshme me një talent të papar. Deja edhe shpresojmë që të ketë edhe fatin që të arri edhe ma shumë se neve të dy. Dhe dal pak, unë ju maj mend shumë, jo që këndoni në përmramje këtu në New York, por ju keni bërë edhe organizime shumë të mdhaja, koncertet të mdhaja, bashkëpunime me solistët më të mdhaj shqiptarë, evenemente, edhe keni pro artista prej. Do të rego pak sa është e lodhshme punë e juve, sa ka qenë lodhshme për këto vitet të tëra? Neve të e qenë edhe miq me Inva Mulën, ajo shoqja më e ngushtë e bashkëshortes Dëshirës. 2016-ën lindi një ide që të bëjmë një koncert të përbashkët, Inva Mula edhe Dëshira. Aty ishin mysafir të mbramjes djem që këndonin muzikë klasike, muzikë operistike, Riadi Meri, Kreshnik Zhabjaku, etc. Në fund edhe unë participova në atë koncert si organizatori saj. Pastaj kemi pas rastin me Dëshirën së bashku, kemi organizu ardhjen e ansamblit shtetnor nga Tirana, edhe kemi organizu koncertet të Inva Mula edhe me Olen Cezarin edhe Genc Tukiqin, koncertet papar të emrave më të mëdhej të muzikës shqiptare. Edhe tani, për tani ju shoh në çdo evenement, çdo gjë që është organizuar në komunitetin shqiptar, gjithmonë jeni ju, performoni sa të qoftë 2-3 këngë, edhe nuk ndaloni, non stop jeni. Unë kam pranë me 2 djem të shumë të përgatitur muzikalisht, është Elis Loshi edhe Dit Tezha, neve kemi formu bendin që tuhet Dea, përputhet me emrin e vajzës time, po emri i grupit, do më thënë, janë inicialet e Didit, Elisit edhe Arianit, Dea, që përputhen, edhe ne marim pjesë me shumë sukses në për evenimentet të ndryshme, s'paku këto evenimentet më kryesore që i kemi neve shqiptarët në New York më gjërë. Deshte të them për publikun se ku mujnë njerëzit ju gjenë edhe nëse kanë dëshirë t'ju kontaktojnë, t'ju thirrin për ahengjit e tyne, kështu që të orientohen në faqen e Facebookit të juaj që keni, apo ku? Pa dyshim, nuk kemi Facebookit dhe kemi web faqen tonë, Dea Band. Dea Band, pa dyshim. Atëherë, thuhet një fjalë popullore në gjuhën shqipe se këngëtarin, të bisetosh me këngëtarin nuk ja vlen, po duhet këngëtarin që t'ja dhosh drejtën të këndon. Kështu që kënaqësia ime është sot me qenë se ne njihemi shumë vite, edhe unë jam një falenderues i madh që sot ke marrë një rrugë edhe ke ardhur të më nderosh, por besoj që do të na
premtosh që do të vish me tërë bendin e juaj këto Me dhe do të knajtësi. performoni, edhe mungesa e dëshirës sot është shumë e madhe, po besoj që do t'jetë edhe ajo dhe do t'jetë një kënaqësi e jonja që të kem edhe dëshirën edhe të bëjmë një duet, ju të bëni Po si, në atë si që e me bëni dhe knajtësi. si që ka hije juve. Kështu që të falenderoj shumë. Në jetë aty të falenderoj shumë për hirin që na e bëre, do t'jetë kënaqësi të vim përsëri, edhe me Bdea Bandin, edhe me dëshirën për dëshirën. Atëherë gëzuar dhe mirë se ke ardhur, Për konat bukura të edhe pa prit mos do të vazhdojmë edhe me këngët. Pa dyshim, gëzuar. Good evening, I am Arian Kerliu. It's a pleasure to be here. I'm going to introduce myself with a few songs. I've been alive forever when I wrote the very first song. I put the words and melodies together. I am music and I write the songs. I write the songs that makes the whole world sing. I write the songs of love and special things, yeah. I write the songs that makes the young girls cry. I write the songs, I write the songs. My home lies deep within you, and I've got my own place in your soul. Now when I look out through your eyes, I'm young again, even though I'm very old. I write the songs that makes the whole world sing. I write the songs of love and special things, yeah. I write the songs that makes the young girls cry. I write the songs, I write the songs. My music makes you dance, give you spirit to take a chance. And I wrote some rock and roll that you could move. My music, not your dream, give you spirit to let it in. It's from me, it's to you, it's from you, it's to me. It's a worldwide symphony. I write the songs that makes the whole world sing. I write the songs of love and special things, yeah. I write the songs that makes the youngest cry. I write the songs, I write the songs, yeah. I write the songs that makes the whole world sing. I write the songs of love and special things, yeah. I write the songs that makes the youngest cry. I write the songs, I write the songs. I am music, and I write the songs. Vajta kalova tërë stiline, as ku nuk gjeta si arbërine. Vajta kalova tërë stiline, as ku nuk gjeta si arbërine. Shaqe në dorën time, ja zgjata njërën arve qësime. Dy manushaqe në dorën time, ja zgjata njërën arve qësime. Lure, lure, lure,
lule maca maca, e unë për ty o vashe pace, e ndalu pac është e vërtetë, se zemra ime jeti vetë. Vajta kalova të ritalinën, as ku nuk gjeta si Shqipërinë. Vajta kalova të ritalinën, as ku nuk gjeta si Shqipërinë. Dyma në shaqe në dorën time, ja zgjata njërën arbre shësime. Dyma në shaqe në dorën time, ja zgjata njërën arbre shësime. Lule maca maca, e ndalu paca vashe paca, e ndalu paca është e vërtetë, se zemra ime jeti vetë. E lule maca maca, e unë për ty o vashe paca, e ndalu pak s'është e vërtetë, se zemra ime jeti vetë. Ka shumë ditë që piklimi më mban, si një sëmundje rënd që barë nuk ka, e s'mlet jetoj. Ka shumë ditë që rrugët për hera janë da, e ditë e mija, net e mija, kotë unë i hargjoj. A ka në botë, ku do arsye për këtë vuajtje, o më beso se faj nuk kam që forca po më le. Se zodit e re më tregon se ishte kotër kjo pritja ime, mundim dhe ëndrat për dashuri. Edhe njëherë, o veç edhe njëherë, këngë që i këndoj të kam o kujt t'i adhuroj. Edhe njëherë, o veç edhe njëherë, gjakun o prap t'a ndes, veç një mëngjes me ty t'a pres. Edhe njëherë, o veç edhe njëherë, të takoj, edhe që qas gëzimi t'a jetoj me ty. Edhe për herë, t'i mbylli syt në këtë rrugë pa t'vet me dashuri. Edhe njëherë, o mos të vdes pat pa, edhe njëherë, vetëm edhe njëherë. Ka shumë ditë që piklimi më mban, si një sëmundje rënd që barë nuk ka, e s'mlet jetoj. Faj nuk kam që forca mua më le, e s'mund të vdes pat pa, edhe njëherë. Edhe njëherë, o veç edhe njëherë, këngë që i këndoj të kam o kujt t'i adhuroj. Edhe njëherë, o veç edhe njëherë,
Kja kuno prap të ndes, vesh një mëngjes, me ty të pres, edhe një herë, o veç edhe një herë, të takoj, edhe si qas gëzimi, ta jetoj me ty, edhe për herë, ti mbylli syt në këtë rrugë pat vet me ndashuri, edhe një herë, o mos të vdes pat pa, edhe një herë, vetëm edhe një herë. Ka shumë ditë që piklimi më mban, si një sëmundje rënd që barë nuk ka, e s'mlet jetoj. Faj nuk kam që forca mua më le, e s'mund të vdes pat pa, edhe një herë. Edhe një herë, edhe një herë, edhe një herë. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say fear, I state my case, of which I'm certain. I've lived the life that's full, I traveled each on every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I beat off more than I could chew. But through that all, when there was doubt, I ate it up, I spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I laughed and cried. I had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. Now for what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. The record shows I took the blows